Çfarë roli ka përkujtimi i Allahut, dhikri? Dhikri, të përmendurit Allahut subhanahu wa taala, është burimi kryesor i jetës shpirtërore. Se Allah thotë në Kur'an, "Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Pra, me të vërtet, me përkujtimin e Allahut, zemrat qetësohen. Kush don qetësimin e zemrës? Bërum. Përmend Allahun subhanahu wa taala. Bërum. Lidhu me Allahun azza wa jall. Kur ke kohë, mundësi, pa ndërprej, pa ndalë, ti përmendish të tjerët. Pse s'ke mundësi ta përmendish Allahun subhanahu wa taala, ai cili të jep qetësinë, ta kënaq shpirtin, të jep lumturinë e gëzimin. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, "Mathalu alladhi yadhkuru rabbah, wa mathalu alladhi la yadhkuru rabbah, kamathali al-hayy wal-mayt." Shembulli i atij që e përmend Zotin e tij, dhe shembulli i atij që nuk e përmend Zotin e tij, sikur shembulli i të gjallit me të vdekurit. Pra një njeri edhe pse jeton, han, pin, lëviz, punon, por nuk i teket që Allahun ta kujton, ai është i vdekur, një trup pa shpirt.